Partia Demokratike hapi fushatën elektorale në njësinë administrative të Gjegjenit në Bashkinë e Pukës, atje ku kandidatët Nart Ndoka dhe Prel Gjoni, si dhe drejtuese e përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike, bashkëbiseduan me banorët e zonës dhe mbështetës të Partisë Demokratike. Kreu i degës Puk të Partisë Demokratike Prel Gjoni, njeri dhe pjesë e listës së kandidatëve të Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës, u ndal tek suksesi i protestës dhe fushata që, siç tha ai, po çon Partinë Demokratike drejt fitores së 25 qershorit. Fushata elektorale e Partisë Demokratike kulmon pas 100 ditë protestë të fuqishme kundër kësaj qeverie, e cila nuk deshtet që Partia Demokratike të jetë pjesëmarrëse në zgjedhjet e ardhshme, duke mos garantuar zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Pas një proteste të juaj dhe gjithë popullit shqiptar, u arrit që ne gjajmë një formulë që më në fund të marrim gjysmën e qeverisë para se sa të futemi në këto zgjedhje dhe të ketë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Pse? Ishte vetë zgjedhjet e kaluara që ju pat, si u realizuan dhe si u bën, ku ishte pamundur që me krimin e organizuar, me një kryeministër dhe me një zëvendës kryeministër që liuan të miellet droga sikur arat e Kollomoshit, po them na malsi, nuk ishte mundësia që ne të futeshim në këtë zgjedhje me këto garanci që paraqitet kjo qeveri. U mirë informua opinioni ndërkombëtar, u bë krejt e qartë situata e cila ishte Shqipëria sot, dhe për një gjatë tillë u arrit që edhe ne të bëjmë pjesë e kësaj gare për një fitore të garantuar të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit. Sot vim këtu jo me një kandidat, sikur forca e majt vjen me kandidat të rreshtuar 5 apo 8, siç mund të jetaj, po vim me një deputet në Kuvend Popullor, siç është Nart Ndoka sot, kryetar i Partisë Demokratike në koalicion me Partinë Demokratike dhe njëkohësisht një burr i cili për të pesë mandat përformon në qeverinë shqiptare me dinjitet. Kandidati Nart Ndoka, i cili është dhe ngarkuar i listës së kandidatëve të Partisë Demokratike që do të mbulojë Bashkitë Puke e Fusharës, u ndal tek situata politike, ndërsa theksoi se ishte krenar që ishte përfaqësues i Pukës dhe Fusharësit, pasi vetë prejardhja e tij ishte nga fshati Gojan. Ai premtoi përkushtim teksa u ndal dhe tek situata politike në vend dhe avantazhet e politikës së Partisë Demokratike. Ne jemi përballë për 4 vjet me një qeverisje me një mazhorancë problematike. Problematike për vendin, për qytetarët, për fatin e keq edhe për faktorin ndërkombëtar. Për ne ishte shumë e rëndësishme që ketë liri në zgjedhje, ketë besim, që mos ketë frikë ndaj parë të çdo njeri për me votuar i lirë, që mos përdorë administrata në fushat, mos përdorë policia në fushat, mos përdorë lekët e drogës në fushat. Dhe kjo besoj që arrit dhe është një fitore shumë e madhe, fitore më e madhe që opozita ka arrit, dhe kjo është një garanci për çdo njërin prej nesh. Pavarësisht se opozita është në kushte shumë komode, për faktin që ne garojmë gjithë bashkë në një cikël, në ciklin e Partisë Demokratike, në numrin 6 në votimit, ndërsa kampi i majt është i përçam, jo vetëm se është i përçam si parti politike, po janë përçam në ide, janë përçam në program, janë duke u kasafyt me njëri tjetrin, ju inicioni edhe gjatë fushatës elektorale, dhe kjo do të krijojnë pa diskutim një problem për ta, por një epërsi për të gjatën shqiptare dhe Partinë Demokratike. Fitoria, pa diskutim që edhe në bazë të sondazheve që sot nërmerren, duke e krahasuar edhe me Ramën, edhe me vetë Ilir Metën, dhe kjo besoj që krijon shumë avantazhe për faktin që një lider që frymëzon edhe ekipin, edhe qytetarët, është një shpresë shumë e madhe. Mëtej, Ndoka u ndal dhe tek programi Partisë Demokratike, i cili planifikon ulje të ndjeshme të taksave, subvencionet dhe skemat lehtësuese për fermerët dhe banorët e zonave rurale, ndihmën ekonomike për shkollimin e fëmijëve, ndihmë ekonomike të barabartë me minimumin jetik dhe lehtësi të tjera për shqiptarët e në veçanti për banorët e Pukës dhe Fusharësit, të cilët jetojnë me vështirësive, siç tha ai.
Mute i banor të Gjegjenit kanë bashkë biseduar me përfaqësuesit e Partisë Demokratike lidhur me shqetësimet që kanë. Në mbështetje të Partisë Demokratike dhe kandidatit të saj Nard Ndoka u pa në Gjegjen edhe ish deputeti Frog Gjini.